Do me qenë korrent me to sepse vini ndalit dritat. Ma mirë shko paguj, rrit pa domate, pa speca dhe... Pjesa më e madhe të ndërgjegjësuar tashmë e një pjesë nga Afrika, qytetarët shqiptar po i paguajnë rregullisht faturat e energjisë elektrike. Kjo ka bërë që detyrimet e prapambetura të abonentëve familjar ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike të binin në gusht në më pak se 44.5 miliard lek nga 45.5 miliard në fund të 2024-s. Pensionista janë për shembull, po mirë, neve jemi mësuar t'i rregullojmë ato të ardhurat, edhe një çik fëmijë t'i kemi. Sa keni paguar për këtë muaj? Nuk e di, gruaja ka paguar, po 150, 170. Po janë të tëra pajisjet janë punë. Megjithatë, nuk mungojnë as qytetarët kryesisht të moshuar që e kanë të vështirë të shlyejnë faturat. Rrjedhimisht, veç energjisë që harxojnë ata duhet të paguajnë edhe kamatvonesat. Ka pasur muaj që për shkak se nuk keni pasur le të themi para për momentin të keni shtyr pagesën e faturës? E kemi shtyr. Ka pas shumë pak, po kam pas. Si e kam shtyr, se i kam dritat në mendim se çunin e kam të ndohur. Po. Edhe në momentin që ti e shtyn atë pagesën, ajo shoqërohet pastaj me kamatvonesë. Kështu që paguon ca para më tepër. Po. E kundërta po ndodh me bizneset. Në fund të gushtit, vlera e faturave të prapambetura ndaj OSHE u rrit në gati 10.5 miliard lek nga më pak se 10.4 miliard në fund të 2024-s. Me gjithë reformat e ndërmarra e ndihmat e dhëna nga qeveria, institucionet jo buxhetore ku përfshihen ujësjellsat po vijojnë të mos paguajnë për energjinë e konsumuar. Të dhënat nga enti rregullatori i energjisë tregojnë se detyrimet e tyre ndaj operatorit të shpërndarjes në gusht u zgjeruan në mbi 20.4 miliard lek nga 19.8 miliard në fund të 2024-s. Për shkak të mos pagimit në kohë, numri i faturave me kamatvonesa në gusht arriti në mbi 3 milion me vlerë 652 milion lek.